Shpërndarja tarifore. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut prodhohen mallra të shumë dhe shumëllojshëm, por megjithatë të paraqitet nevoja për import të prodhimeve të caktuara nga shtete tjera. Gjatë importit, këto prodhime duhet të jenë subjekti doganimit nga shërbimet doganore. Për këtë qëllim, dogana duhet të ketë këto 3 informacione të rëndësishme vijuese. Në 1, për çfarë prodhimesh bëhet fjalë, në 2, cili është vendi origjinës së tyre, dhe në 3, sa është vlera e tyre. Në këtë video do të sqarojmë si dogana i përcakton për çfarë prodhimesh bëhet fjalë. Ky proces përbëhet nga shpërndarja tarifore e prodhimeve. Të gjithë prodhimet me të cilat tregtohet në nivel ndërkombëtar identifikohen sipas numrit tarifor. Ky numër, më i njohur edhe si shenja tarifore, mund të gjendet në tarifën doganore. Nomenklatura doganore bazohet në sistemin e harmonizuar ndërkombëtar, SH, i cili është i dizajnuar në mënyrë që të sigurojë metodë për shpërndarjen e të gjitha mallrave me të cilat tregtohet në nivel ndërkombëtar dhe është baza e tarifave doganore në më shumë se 200 shtete të botës, duke e përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. Kjo paraqet rreth 98% të tregtisë së gjithëmbarshme në botë. Çdo lëndë që importohet duhet të jetë shënuar me të ashtu quajturin numrin doganor, që do të thotë se në plot kuptimin e fjalës ekzistojnë mijëra numra të tillë të ndryshëm. Çdo shenjë tarifore përmban kapitullin, numrin tarifor, në numrin tarifor, në numër specifik për shtetin. Çdo kapitull i tarifës doganore ka të bëjë me grupin e prodhimeve, që mëtej janë të ndara në numra tarifor dhe në numra tarifor. Për shembull, kapitulli 04 ka të bëjë me prodhimet e qumshtit, si qumshti, djathi dhe jogurti. Kapitulli 64 ka të bëjë me mbathje, si këpuc, atlete dhe çizme. Kapitulli 87 ka të bëjë me automjete, si automjete të udhëtarëve, autobus dhe kamion. Kapitulli 92 ka të bëjë me instrumente muzikore, kurse kapitulli 92, numri tarifor 9201, ka të bëjë me piano. Në numri tarifor 920110 ka të bëjë me pianino, kurse në numri tarifor 920120 ka të bëjë me piano të madhe për koncerte. Numri tarifor 9202 ka të bëjë me instrumente të tjera muzikore me tel si kitara, violina dhe harp. Në numri tarifor 920210 është për instrumente me hark, derisa në numri tarifor 920290 është për instrumente me të goditur. Tarifa doganore i përcakton dhe identifikon prodhimet edhe më mirë, me ndihmën e kodit 10 shifrorësh, edhe me qëllim të llogaritën të dhënat doganore që kanë të bëjnë me prodhimet e importuara. Në shembujt vijues do t'i paraqesim të dhënat doganore për disa prodhime në Maqedoninë e Veriut. Shkalla e doganës për mollë është 50%. Përqindja është aq e lartë për arsye se Maqedonia e Veriut ka prodhimtari vendore të mollëve. Mëtej, shkalla e doganës për kos të thjeshtë është 5%, por shkalla e doganës për kosin e pemëve është 20%. Mallrat të caktuar, edhe pse nga natyra janë shumë të ngjajshëm, kanë shkallë të ndryshme të doganës. Prandaj shpërndarja e drejtë dhe përcaktimi i shenjës së saktë tarifore është shumë e rëndësishme. Shkalla e doganës së automobilave të rinj që përdorin benzinë është 5%. Maqedonia e Veriut nuk ka prodhim të vetë automobilave, prandaj kjo shkallë e doganës është mjaft e ulët. Shkalla e doganës për peshq deti të ngrirë dhe për kompjuter është 0%, për shkak se Maqedonia e Veriut nuk ka dalje në det, si dhe për shkak të përpjekjeve të shtetit që kompjuteret të jenë lehtë të arritshëm për çdo qytetar të Maqedonisë së Veriut. Edhe ku shkalla e doganës është 0%, përcaktimi i shpërndarjes tarifore është e rëndësishme për qëllime statistikore. Nëse jeni të interesuar për më shumë informata, mund t'i gjeni në internet faqen e doganës customs.gov.mk.